Shtylla kaq të lashta futbolli në botë zor se ka. Në fakt, emri vërtet i tyre është Forumi Antik, dhe pamja e tyre dikurshme e periudhës bizantine ka treguar sheshin kryesor të qytetit Durakium, rreth të cilit janë ndërtuar gjithë aktivitetet kryesore. Ndërsa shekujt depozitojnë vlera dhe mbi ato ekzistuese, duke mos zgjedhur shumë, njerëzit vështirë të gjejnë gjithmonë se mbi ç'bazament duhet të ndërtojnë. Durrësi nuk është vetëm durrësi i amfiteatrit, por është durrësi i monumenteve të mëdhenj. Dhe Durrësi ka dhënë shumë monumente të mëdhenj, siç ka dhënë amfiteatrin, ka dhënë forumin antik, ka dhënë termat antike, edhe presin të japë edhe monumente të mëdhenj të tjerë. Amfiteatri, një tjetër gjallërim i dikurshëm dhe jo pak, por me kapacitet rreth 15.000 spektator, duhet përfituar nga më pak se gjysma e tij se si ka qenë. Dhe magjistari më i fuqishëm nuk do të mund të qaste dot historinë në kaq shumë ekstreme. Ngjethjet e dikurshme për jetën që i sjellin sot me imagjinat muret dhe galeritë janë transformuar gati në një ikje nga lashtësia, një lashtësi që kulturat e tjera nuk kanë kaluar pa e parë dhe pa dëshiruar të përfshihen, një lashtësi që shumë i jep shpresë një biznesi krahati. Ati ku dikur kanë hyrë e kanë dalë spektator, sot ka konsumator. Në vitet kur u zbulua amfiteatri, rreth 30 shtëpi u zhvendosën për ta paratë ashtu siç e shohim sot. Që të bësh zhgënjime në amfiteatër duhet një grup, një projekt i madh dhe nuk ekziston një projekt i tillë dhe më sot sepse duhet edhe një burim financiar i konsiderueshëm. Duhet bërë zhgënjime me për masa të mëdha, me specialistë, duhen prishur shtëpia, duhet një investim i madh, ndërkohë që në qytet kemi probleme të tjera, për gjetjet e rastit, për ndërtimet e sotme në qytet, ka shumë probleme dhe nuk ja vlen që të përqendrohesh në një monument duke lënë monumente të tjerë. Ndoshta edhe për 30 shtëpi të tjera do të mund të shihnin pak lashtësi më shumë dhe të jepnin fëmijëve një shesh të sotëm sportiv në vend të shtyllave antike.